30 prill. 15 taktika për gëzimin. Ti do të më tregosh shtegun e jetës. Ka plot gëzim në praninë tënde. Në të djathtën tënde ka kënaqësi në përjetësi. Psalmi 16:11. Në këtë jetë me mëkat dhe dhimbje, gëzimi është nën sulm, ashtu si edhe besimi. Pali i thot Timoteut, lufto luftën e mirë të besimit. E pari Timoteut 6:12. Kështu duhet bërë edhe me gëzimin. Ne duhet të punojmë dhe duhet të luftojmë për të. Pali u thot Korintasve, jemi bashkëpunëtor të gëzimit tuaj, e 2 Korintasve 1:24. Si pra të luftojmë për gëzimin? Ja ku janë 15 taktika. 1. Kupto se gëzimi i vërtet në Perëndin është një dhuratë. 2. Kupto se për gëzimin duhet të luftosh pa pushim dhe mos u pengo nga paradoksi i këtyre 2 taktikave të para. 3. Vendos që ta sulmosh çdo mëkat të njohur në jetën tënde me anë të fuqisë së frymës së shenjtë. 4. Mëso sekretin e fajit të guximshëm, si të luftosh si një mëkatar i drejtësuar. 5. Kupto se betejë është kryesisht një luftë për të parë Perëndin ashtu siç është ai. 6. Medito ditë e natë mbi fjalën e Perëndisë. 7. Lutu me zell dhe vazhdimisht që të hapen sytë e zemrës dhe për një prirje drejt Perëndisë. 8. Mëso ti predikosh vetes në vend që ta dëgjosh veten. 9. Kalo kohë me njerëz të cilët ecin ngushtë me Perëndin, që të ndihmojnë të shohësh Perëndin dhe ta luftosh betejën. 10. Tregohu i duruar në çastet e errta, kur duket sikur Perëndia nuk është pranë. 11. Çlodhu, stërvitu dhe mbaj dietën e duhur për të cilat trupi yt u krijua nga Perëndia. 12. Përdore si duhet zbulesën e Perëndisë në natyrë, bëj një shëtitje në pyll. 13. Lexo libra të mirë për Perëndin dhe biografi të shenjtorëve të famshëm. 14. Bëj gjëra e vështirë dhe të dashur për hir të tjerëve, dëshmia jote verbale dhe veprat e mëshirës. 15. Përqafo një vizion global për kauzën e Krishtit dhe investo nga vetja jote për ata që nuk e njohin Zotin. Secila prej këtyre taktikave ka vargje biblike që i mbështesin.